Do të flasim për identitetin ton në Krishtin. Se kush jemi ne në Krishtin. Si na shikon ne për dhe fjala që do të ndaj sot me ju është: ti je ambasador i Krishtit. Ti je ambasador i Krishtit. Amen? Nëse ke respekt për fjalën e Zotit, le të qëndrojmë së bashku më kem. Amen? Le të lutemi që të mos jetë njeriu që të flasë, i cili jam unë, por të jetë Perëndia. Amen? Perëndi dashur, faleminderit për këtë fjalë të gjallë. Faleminderit që kjo fjalë erdhi këtu në tokë dhe u bë mish, Perëndi. Dhe banoi ndër ne, e ne sot ditëm lavdin tënde që ishte në Jezusin, Perëndi. Faleminderit, Perëndi, që kjo fjalë ka fuqinë për të na transformuar nga njeri endacak, mund na bëjë ne, Perëndi i shenjtë, të kemi, Perëndi, një jetë të plot me ty, o atë, Perëndi. Kjo fjalë ka fuqi të na ndryshojë, o atë, Perëndi. Kjo fjalë ka fuqi, Zot, të na transformoj. Kjo fjalë ka fuqinë, Perëndi i shenjtë, për të na dhënë, për të ndriçuar në rrugën tonë, Perëndi. Zot, Davidi thonë në fjalën tënde se ti dërgove fjalën dhe fjalën na nxori nga gropa. Falem, nëse do të ishte për ne, nuk të kishim dalë nga jo grop ku ne ishim, nga i mëkat ku ne ishim lidhur, por ne falenderojmë, Zot, fjalën tënde, Krishtin që na nxori nga gropa, që na çliroi nga mëkati, o atë, që na ktheu sepse ishim robër, Perëndi, dhe ne u kthyem nga bota dhe sot i jemi, Perëndi i shenjtë, Zot, ambasadorët e tu. Sot jemi përfaqësuesit e Perëndis këtu në tokë. Ne të falënderojmë, o atë, Perëndi i shenjtë, që ti, o Zot, na morë ne nga içi edhe na çove në triumf, Zot. Na nxorë nga mbretëria e errësirës e na çove në mbretërinë e birit tënd të dashur. Përmes fjalës tënde e bare këtë gjë, o atë, Perëndi. Zot, ne besojmë se në këtë fjalë ka dritë. Ne besojmë që ajo që del nga fletët e Biblës, Perëndi, mund të ndryshojë, mund të transformojë, mund të shërojë jetën tona, Perëndi. Zot, kjo fjalë është e gjallë dhe vepruese, o atë. Është një shpatë me dy te, o atë. Dhe në emrin e Jezusit unë lutem sot, o atë, Perëndi, që kjo fjalë të dalë me fuqi nga goja ime. Zot, Jeremia tha, a i vendosi fjallën e ti në gojën time. Fjalla e ti në gojën time ishte si zjarë në gojën time, në kockat e mia, cilin unë nuk mund të përmbaja dot. Lutem sot që fjalla të dalë me zjarë dhe me fuqi, o atë, Perëndi, në emrin e Jezusit sot. Edhe atje ku janë vëllezërit dhe motrat e mia, do t'i takoj atje ku janë në karrigën e tyre, o atë. Në emrin e Jezusit nga Nazareti. Zoti ke thënë, unë vigjiloj i rizgjuar që fjala ime të ketë efekt. Sot lutem që kjo fjalë të ketë efekt në emrin e Jezusit nga Nazareti. Perëndi i dashur, Zot, unë lutem në emrin e Jezusit dhe kërkoj, o atë, Perëndi, që kjo fjalë të sjellë dritë në errësirën dhe në situatat tona, në emrin e Jezusit, Perëndi. Lutem, o atë, në emrin e Jezusit kjo fjalë do të transformojë mendjet tona. Lutem, Zot, Perëndi i shenjtë, për ata që nuk e kanë para veten si ambasadorët e tu sot, do hapen sy dhe do kuptojnë se kush janë në Krishtin, Perëndi, se si ti ishe, o atë, Perëndi. O atë, në emrin e Jezusit, fol nëpërmjet meje. E pranojmë fjalën me gëzim dhe lutemi që ajo të mbillet në ne me butësi. Në emrin e Jezusit. Perëndi i dashur, ne kërkojmë sot, Zot, që ti, o atë, Perëndi, do na hapur syt që të soditim mrekullitë e ligjit tënd, Perëndi. Zonë nuk mund ta kuptojmë dot këtë fjalë në rast se nuk na jap syt, ne kërkojmë të na japur syt, Perëndi. Në emrin e Jezusit, Zot. Zot, lutem që ky mesazh të transformojë jetën tonë, o atë. Bekojmë ty, Perëndi. Në emrin e të çmuar të Jezusit. Ne lutem dhe themi, amen. Ne jemi ambasador të Krishtit. Sa nga ju e shikni vetin si ambasador të Jezusit? Le të shikojmë pak për kufizimin e ambasadorit. Termi ambasador me origjinë latine rrjedh nga fjala ambaxus, që të thot shërbëtor. Pra një ambasador është një shërbëtor i shtetit të tij, në një shtet tuaj. Sinonimet për emrin ambasador janë, ambasadori ndryshe është edhe ministër. Ai është i dërguar nga shteti, është lajmëtar,
është përfaqësues, është delegat. Kush është një ambasador? Një ambasador është një lajmëtar ose një përfaqësues i autorizuar që ka vullën dhe lejen e shtetit të tij ose qeverisë të tij për të udhëtuar, për të jetuar e për të përmbushur misionin e tij në një shtet tuaj. Edhe një ambasador është një lajmëtar, një përfaqësues i autorizuar që ka vullën dhe lejen e shtetit ose qeverisë të tij për të udhëtuar kudo, për të jetuar në atë vend, për të përmbushur misionin e tij në atë shtet tuaj. Një ambasador është një i dërguar që ka dërguar shteti, qeveria e tij, një diplomat, një person i zgjuar, i rangut lartë, shtresë e shoqërisë të lartë. Ai përfaqëson shtetin e tij në një shtet tjetër. Ai është përfaqësues i qeverisë të tij dhe ai është i emëruar për një detyrë e një mision të veçantë. Amen. Një ambasador është një zyrtar i rëndësishëm, një delegat, një person i cili është deleguar, i është dhënë fuqi dhe autoritet nga shteti i tij, të jetojë në një vend tuaj e të mbrojë interesat e vendit të tij atje. Amen. A morën një pamje të qartë dhe një ide se kush është një ambasador? Bibla na quan ne ambasador. Le të japim Bibla tek 2 Korintasit kapitulli 5 dhe vargu 20. 2 Korintasit 5:20 thot: ne pra bëhemi lajmëtar për Krishtin. Pra ne pam që një ambasador është një lajmëtar. Amen. Një përkëthim, studimi Biblës, Thomson thot, ne jemi ambasador të Krishtit. Sepse lajmëtari është i njëjtë me ambasadorin. Pra ne jemi lajmëtar të Krishtit. Ne jemi ambasador të Krishtit është një përkëthim tjetër, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit, pajtoni me Perëndin. Amen. Bibla na quan ne ambasador. Bibla na quan ne ambasador të Krishtit. Amen. Fjala ambasador do thot shërbëtor. Haleluja. Si ambasador të Krishtit, si përfaqësues të Jezusit këtu në tokë, ju keni një detyrë të shërbeni Perëndis. Si ambasador dhe ambasadorët Krishtit, ju keni një detyrë të shërbeni Perëndis. Amen. Ju jeni shërbëtor, një ambasador është shërbëtor i shtetit dhe qeverisë të tij. Ai dini cili ishte ambasadori i parë që zbriti nga qielli këtu në tokë, ai ishte Krishti. Bibla thotë tek Filipianët, ai e përuli veten dhe mori çfarë? Trajtë shërbëtori e u bë ngjashëm me njerëzit. Pra, fjala ambasador nga fjala latinisht ambaxus do të thotë shërbëtor. Pra Krishti, ambasadori i parë, amen, përfaqësuesi i mbretërisë së qiellit, erdhi këtu në tokë. Çfarë? Për të shërbyer. Amen. Ai tha, unë nuk erdha të më shërbej, po unë erdha për të shërbyer e për ta dhënë jetën time si çmim për shpengimin e shumë njerëzve. Amen. Shërbëtori i parë që zbriti nga qielli këtu në tokë është Jezusi. Ambasadori i parë që zbriti këtu në tokë është Krishti. Haleluja. Amen. Nëse doni të përfaqësoni Jezusin këtu në tokë, ju duhet keni një zemër shërbëtori. Amen. Nuk mund të ta përfaqësosh do Zotin në rast se nuk ke një zemër të përulur, nuk ke një zemër shërbëtori. Amen. Dhe Krishti tregoi shembullin e tij duke ju larë kamë dishepujve. Amen. Ky është një ambasador, ai është shërbëtor. A jeni ju ambasador, përfaqësues, shërbëtor të Krishtit? A jeni ju shërbëtor të Krishtit? A keni ju zemër shërbëtori? A keni ju po atë ndjenjë që ishte në Jezusin? Cila çfarë ndjenjë kishte Jezusi? Të shërbente. Amen. Nuk ishte një ndjenjë të dukeshe, nuk ishte një ndjenjë të duar trokiteshe. Biblia thot, kur deshin ta bënin mbret, ai u shmang dhe iku. Ai kishte erdhur për të shërbyer dhe jo për të fituar lavdinë e njerëzve. Amen. Kisha Jezusit, një ambasador është një shërbëtor.
Dhe nëse ti e përfaqësuesi Perëndisë këtu në tokë, me patjetër duhet të kesh zemër shërbëtori. Amen. Bibla thonë se gjithë ata që pranuan Jezusin, ai u dha të drejtën të bëhen bijtë e Perëndisë. Haleluja. Kush është i parë lindur i midis nesh? Krishti. Ai është vëlla i madh. Amen. A duan me të ngjasim ati? Ai është bir dhe ne kemi të njëjtin status bir apo jo? Ai është ambasadori i parë që erdhi këtu në tokë. Amen. Ai iku në shtetin e tij në mbretërinë e qiellit dhe ja ka deleguar çfarë? Ambasadën e tij kishës. Dhe kisha e përfaqëson Krishtin këtu në tokë. Përfaqësoje Jezusin këtu në tokë me jetën tënde. Amen. Njerëzit në shkollë ju shikojnë juve, njerëzit në lagje ju shikojnë juve, familja ju shikon juve, njerëzit në punë ju shikojnë juve. Ai je ti përfaqësuesi i Jezusit. Ai përfaqëson ti Zotin me sjelljen tënde, me shembullin tënd, me jetën tënde, me zemrën tënde, me kohën tënde, me financat e tua. Njerëzit nuk kanë nevojë të vinë në kishë të dëgjojnë për Jezusin, vetëm duke të parë ty, ata mund ta njohin Zotin. Ti e përfaqësuesi Perëndisë këtu në tokë dhe duhet ta përfaqësojnë Zotin siç duhet me jetën tënde. Bibla thot se për shkakun tuaj emri Perëndisë shajnë ndër hebrejnë. Ne si kish shpeshherë nuk dim si ta përfaqësojmë Krishtin. Amen. Nëse Perëndia është dashuri, ne përfaqësojmë shpeshherë urrëtie. Nëse Perëndia është i përulur, ne përfaqësojmë krenarin shpeshherë. Nëse Perëndia është i zellshëm, ne përfaqësojmë dembelizmin. A keni vënë re se si kisha e përfaqëson Krishtin këtu në tokë? Apo e përfaqësojmë Krishtin siç duhet këtu në tokë ne? A jeti një ambasador i Krishtit? Apo e përfaqëson Zotin siç duhet? Një predikues tha, shkoni dhe predikoni, dhe nëse ju duhen fjalët përdorini. Nuk ka nevojë për fjalë, me jetën tënde ti mund të flasësh. Amen. Kur ti e përfaqëson Jezusin, njerëzit e shohin dritën e Perëndisë jetën tënde. Kisha e Jezusit, njerëzit mund ta shohin kulturën e Perëndisë jetën tuaj, si flisni ju, si silleni, si qëndroni, si veproni, tonin e lartë, mënyrën se si silleni. Njerëzit mund ta shohin shumë qartë se si e përfaqësoni ju Krishtin këtu në tokë. Amen. Zoti ynë është një Zot i kulturuar. Amen. Nuk është një Zot arrogant, nuk është një Zot që bërtet, nuk është një Zot që i zgjidh gjërat me të thirrur, nuk është një Zot i rëmujshëm. Zoti ynë është i kulturuar. Amen. Zoti ynë ka zemër të butë. Zoti ynë është ambasador i paqes mbi këtu në tokë. E përfaqësovi gjithë atë qiell këtu në tokë. Amen. Dhe përfaqësovi siç duhet. Dhe për shkak sepse Jezusi na dha një pamje të qartë të Atit, ne sot besojmë tek Ati dhe jemi të shpëtuar apo jo. Për shkak të këtij ambasadori i Jezusi, Ati Perëndi u bë i njohur tek ne dhe ne e pranuam atë. Lavdi Perëndisë të gjallë. Haleluja Jezus. Kisha e Zotit, ju jeni ambasador të Krishtit, thot fjala e Zotit. Shpa me mua, unë jam ambasador i Krishtit. Dhe fjala ambasador do thot shërbëtor. Amen. Dhe fjala e Perëndisë thot në rast se më shërbeni, sa herë mund ta gjejmë fjalën shërbeni në 10-ën e vjetër? A mund ta numëroni dot apo jo? Pafund. Dua të përmend vetëm disa. Në rast se më shërbeni, ju t'jeni thesari im i veçantë aty në tokë, thot Zoti. Në rast se më shërbeni, unë do largoj smundjen nga ty, sepse unë jam Jehova Rafa, Zoti që të shëron. Amen. Në rast se më shërbeni, armiqtë tuaj do të nështrohen por shkemve tuaj. Në rast se më shërbeni, bollaku i qiellit do të vijë tek ju. Dhe ka shumë fjalë në rast se më shërbeni, Zoti është shumë interesuar për njerëz që duan të shërbejnë atij me gjithë zemër, që duan të jenë ambasador të tij. A doni të shërbeni Zotit? A doni ta përfaqësoni Perëndin? Atëherë thoni Zotit, Zot, çfarë do ti që unë të bëj për ty, si do ti që unë të shërbej për ty? Dhe Perëndia do ju flas se si ju mund të shërbeni. Amen?
Njerëz që nuk janë të interesuar për të shërbyer, nuk mund ta përfaqësojnë dot Jezusin. Amen. Tek libri, Historia e martesës, shkruar nga John dhe Lisa Bevere, amen, i këshilloj ata që cilët janë gati për një martesë ta lexojnë këtë libër. Unë edhe fejuara ime Greta po e lexojmë çdo natë dhe lutemi dhe diskutojmë lidhje me këtë libër. Amen. Dua të ndaj diçka që ka prekur zemrën time. Dhe theshte, Perëndia po kërkon për njerëz që duan ta lejojnë atë. Amen. Që duan ta lejojnë atë me dashje, me dëshirë. Amen. Nuk mund të shërbesh dot pa dëshirë. Amen. Edhe ai përmes tyre do ta shpëndaj beslidhjen e tij me të tjerat. Zoti nuk do që të ketë beslidhje vetëm me ty misi, po do që kjo misi të shkojë për te zonës tënde. Amen. Ai do që të ndikosh jetë të tjera njerëzish, dhe këta njerëz me dashje, me dëshirë e lejojnë Perëndinë me dëshirë ata shërbejnë. Amen. Ata nuk janë në presion. Ata nuk i bëjnë gjërat për të dukur, ata nuk i bëjnë gjërat për ego, ata nuk i bëjnë gjërat për famë, ata njerëz duan që çfarë? Beslidhja e hirit, misia e re përmes tyre të shpëndahet, ata duan të bëjnë kanal bekimi për të tjerat. Dhe vetëm këta njerëz Perëndia t'i zgjedh për një punë dhe një mision të veçantë, sepse ata duan, amen, t'i shërbejnë Zotit. Ata duan ta lejojnë Zotin jetën e tyre. Amen. Një ambasador që shërbëtor që me dëshirë lejon Zotin, që me dëshirë shërben, që me dëshirë i bën gjërat për Perëndinë. A jeni ju ambasador të Krishtit? A e përfaqësoni ju Zotin siç duhet me sjellje dhe jetën tuaj? A mund thot bota që me të vërtet ti je i thirrur me emrin e Zotit për shkak se ti e përfaqëson Zotin? A mund të marrë Zoti lavdi nga jeta jote? A mund thonë njerëzit me të vërtet ky është i Krishtit? Me të vërtet jeta e tij ka ndryshuar. Fjala e Perëndisë thot për farisejt, çfarë i tha Jezusi atyre? Ata mendonin se ishin çfarë? Përfaqësues të Perëndisë. Dhe çfarë i tha Perëndia atyre? Ju, jo vetëm që nuk hyni në mbretërinë e qeve, por bëni pengesë edhe për të tjerat. A kam dika që po bëhet pengesë për familjen e tij që të shpëtohet, po bëhesh pengesë për njerëzit në punë, po bëhesh pengesë për njerëzit në shkollë, po bëhesh pengesë për njerëzit në komunitetin tënd, në qytetin tënd, mos u bani pengesë. Ju jeni thirrur ta përfaqësoni Jezusin. Ju jeni thirrur për të treguar njerëzve rrugën drejt Krishtit. Ju jeni thirrur për shërbes pajtimi. Amen. Bibla thotë se e vuri ndër ne fjalën e pajtimit. Ne mund t'i pajtojmë njerëzit me Perëndinë. A e dini këtë gjë apo jo? Sepse kemi këtë shërbes këtu në tokë. Shërbesa e krishterët është të pajtojë njerëzit me Zotin. Kjo është puna e ambasadorit, të pajtosh njerëzit me Zotin. Amen. Ju nuk jeni thirrur për të ngrohur këto karrige. Ju jeni thirrur për të pajtuar njerëzit me Zotin. Ju nuk jeni thirrur vetëm të kënaqeni me bukën e jetës që Zoti shtron në tryezë e cila është kisha. Jo, ju jeni thirrur që ta merrni këtë bukë dhe t'ja u jepni të humburve. Amen. Një ambasador gjithashtu është një ministër. Haleluja. Çfarë thot Bibla? Ju jeni ministra të Perëndisë. Amen. A ke lexuar të shkrim tek Isaia? Ju jeni ministra të Zotit. Ola vi Zotit je këtu ka ministra dhe ministrat të Perëndisë. Kemi ministrin e kulturës, ministrin e rendit dhe ministrin e sporteve, kemi lloj-lloj ministrash. Ai përfaqëson gjithë atë institucion. Ne jemi ministra të Perëndisë. Dhe ne përfaqësojmë atë Perëndi i cili është dashuri këtu në tokë. A e dini ju që nëse dikush nuk e përfaqëson emrin e Zotit siç duhet, nuk mund të jetë më pjesë e ambasadës së Krishtit. A e dini këtë gjë apo jo? Dhe pastaj mund të vijë disiplinimi dhe qortimi i Perëndisë. E dini këtë apo jo? Nëse një ministër nuk e përfaqëson siç duhet shtetin e tij, çfarë do ndodh me ta? Do ta zgarkojnë apo jo?
Absolutisht që ata shkarkon dhe do ta heqin. Amen. Duke mos e përfaqësuar Zotin siç duhet këtu në tokë me jetën tonë, ne mund ta kemi përjashtuar dhe hequr veten më jashtë bekimeve të Zotit. Shkruaj diku, në rast se ne jetojmë një jetë në mish e nuk e përfaqësojmë Zotin siç duhet me jetën tonë, ne mund ta heqim më veten tonë e ta përjashtojmë jashtë bekimeve të Zotit. Ne mund ta zgarkojmë veten tonë me dëshirë, amen. Kisha Jezusit. Ju jeni thirrur ta përfaqësoni mbretërinë e dritës, mbretërinë e qiellit këtu në tokë. Je ambasador i Krishtit. Një ambasador është një i dërguar. Biblia thot sepse aq shumë Perëndia e deshi botën sa dërgoi, haleluja. Krishti ishte ambasadori i parë që erdhi këtu në tokë, u dërgua nga Perëndia, e cili ishte misioni i tij, të gjente të humburit. Dhe t'i pajtonte me Perëndin. Misioni yt si ambasador është të gjesh të humburit. Unë jam ambasadori dhe shërbesa ime është t'i pajtoj njerëzit me ty, të gjej të humburit. Nëse Krishti do vinte sot dhe do theshte sa ambasador kam këtu në kishun, juve do ngrini duart. Dhe pyetja që të bënte Jezusi do të ishte si ambasador, sa njerëz keni pajtuar juve me atin Perëndi? Sa nga ju për gjithë vitet që ju kam vendosur si ambasador, po e keni kryer misionin tim? Atëre, cila është puna jote këtu në tokë? Të vish vetëm në kish? Jo. Misioni yt është të pajtosh të humburit me Zotin. Ju jeni lajmëtar, amen? Një ambasador është një lajmëtar. Biblia thot, të bukur janë kamët atyre që shpallin lajmet mira. Dhe cili është lajmi mirë? Që vdekja është mundur dhe Jezusi është i gjallë. Lajmi mirë është që vdekja u përpri në fitore. Lajmi mirë është që fitoria e Perëndis u arrit përmes Krishtit në kryqin e Golgotës dhe në kryqin e Kalvarit. Lajmi mirë është që mëkatet tona janë të falura. Lajmi mirë është që emrat tona janë të shkruar tek libri i jetës. Lajmi mirë është që ka shpresë dhe ka jetë përjetshme në rast se ti besoni Jezusin. Amen. E keni lexuar 4 ungjit? Mateun, Markun, Lukun dhe Gjoni. Biblia thot që çfarë? Dhe ai po predikonte ungjillin ose lajmin e mbretërisë. Jezusi erdhi këtu si lajmëtar i Perëndis për të ndarë ungjillin e mbretërisë, amen. E cili është ungjilli i mbretërisë për të humburit? Pendoni. Ky është ungjilli i mbretërisë, amen. Dhe si ambasador ti duhet predikosh ungjillin e mbretërisë. Pendo. Dhe këtë duhet t'ia thuash burrit tënd, të afërmit tu, familjarëve tu, këtë duhet t'ia thuash miqve tu, amen. Përfaqësoje Krishtin dhe ndaj ungjillin e mbretërisë. Pendoni. Ti je lajmëtar, amen. Ti je lajmëtar i Krishtit. Ti je përfaqësues i Perëndis. Pra një përfaqësues është një person që ka të njëjtën fuqi që ka dhe qeveria e tij. Amen. Sepse ti je përfaqësues i Perëndis. Pra Zoti e nderon fjalën e tij, dhe sa ti je shpall, një lloj sikur ai ta kishte thënë nga goja e tij. Amen. Je përfaqësues i Krishtit. Amen. Kur Perëndia tha le të ketë dritë në errësirë dhe kur ti shpall në jetën e një personi, le të ketë dritë, është një lloj sikur ta kishte shpallur Zoti se për shkak sepse çfarë? Ti je përfaqësues i tij. Është një lloj, ai e nderon fjalën e tij në gojën tënde sikur ai ta kishte shpallur. Amen. Kur ti thua atë demonit të thënë të dalësh jashtë në emër të Jezusit, është një lloj sikur ta thosh te Krishti, dil jashtë nga trupi i njeriu sepse je ambasador, je përfaqësues. Unë kam përjetuar këtë gjë ndërsa jam lutur për njerëz që kanë patur probleme frymëra, i kam thënë, largo në emër të Jezusit. Ka thënë po do dal. Sepse jam përfaqësues i Zotit. Është një lloj sikur t'ia kishte thënë Krishti. Unë përfaqësoj një mbretëri të tërë, përfaqësoj atin Perëndi, përfaqësoj Jezusin këtu në tokë, përfaqësoj frymën e shenjtë, përfaqësoj gjithë qiellin këtu në tokë. Amen.
fjala e Perëndisë në gojën time është e njëjtë si ti ishte në gojën e Zotit. Apo përfaqësoni mbretërinë e qiellit këtu në tokë? A jeni ju përfaqësues Perëndisë? A jeni ju përfaqësues të Zotit? Një përfaqësues do thotë dikush që vjen në emrin e dikujt tjetër. Haleluja, Jezus. Oh, haleluja, Zot. Një përfaqësues është dikush që është dërguar në emrin e dikujt. Unë po ju them se demonët do ju binden. Për shkak sepse ju vini në emrin e dikujt dhe ky emër është shumë i madh, emri i Jezusit. Dhe kur ju luteni në atë emër, ju e përfaqësoni atë emër. Amen. Ju e mbani atë emër. Djalli do ju bindet për shkak sepse ti ke erdhur në emrin e çmuar të Jezusit. Ajo kujtoi dishepujt kur Krishti i dërgovi 2 nga 2 në përfshatrat predikonin, si ambasador dhe përfaqësues të tij, kur ata erdhën, çfarë i than Krishtit? Dhe demonët po na binden. Pse? Për shkak sepse ata përfaqësonin emrin e Jezusit këtu në tokë. Djalli do ju bindet ju. Ndaj foleni asaj situate në cilën djalli ka krijuar dhe po ju pengon juve. A kam dikë këtu që po përballet me një lloj situate? Perëndia nuk është autori i situatave. Perëndia nuk është autori i stresit, nuk është autori i halleve, nuk është autori i aksidenteve, nuk është autori i mungesave të financës, nuk është autori i ankthit, i presionit, i smundjeve, nuk është autori i grindjeve. Amen. Të gjitha këto gjëra janë në vepër e djallit. Nëse Satani po krijon diçka për ty, është koha si ambasador ta ndalosh punën e tij. Dhe unë besoj që djalli do të bindet dhe do largohet nga jeta jote. Nëse Satani ka ardhur në mendjen tënde dhe të ka thënë ti s'më të bën dot, unë nuk largohem nga kjo situatë. Unë nuk largohem bashkë me këtë situatë. Situatat janë gjëra që djalli sjell me vete dhe kërkon t'ju ngarkoj juve. Amen? Satani vjen me situata, ai vjen me rrethana, ai vjen me probleme, janë barat e të ligut këto dhe kërkon që çfarë t'i mbani juve. Amen? Por sot një ambasador i Krishtit në këtë kishë mund të ngrihet dhe mund të thotë, të them Satan, merri gjërat e tua në jetën time dhe largohu bashkë me to. Po, ai mund të thotë ti se ke fuqin. Vetëm Krishti ka fuqin të më nxjerrë mua, të më dëboj. E ti mund t'i thuash atij, unë jam ambasador i Krishtit. Unë jam përfaqësues i Perëndisë. Unë kam të drejtë ta përdor emrin e tij në çdo situatë. Kam të drejtë ta përdor fuqinë e tij në çdo rrethana. Amen. Ambasadori ka të drejtë ta përdor emrin e shtetit të tij. Ka të drejtë ta përdor emrin e gjithë qeverisë të tij, ai deri këtë gjë. Dhe Perëndia ta ka dhënë të drejtën ty, përdore emrin tim, përdore fuqinë time, përdore vajosjen, përdore fjalën time. Amen. Si ambasador, përdore gjithçka që të është dhënë dhe nxirre jashtë djallin nga zona e jetës tënde bashkë me gjërat që ka sjellë, sepse ti je përfaqësues i Perëndisë. Ndoshta djalli është duke thënë ti s'më nxjerr dot. Unë jam përfaqësues i Zotit, thuaj. Amen. Dhe qielli më ka dhënë të drejtën përmes beslidhjes dhe gjakut të Jezusit ta përdor këtë emër. Dhe kur ju i tregoni atij, amen, fjalën e Perëndisë, atëherë ai do të largohet bashkë me gjërat që ka sjellë në jetën tuaja. Një ambasador është një delegat është dikur që është deleguar, i është dhënë autoritet dhe fuqi. A dini që Bibla thot, unë ju dhash pushtet, por me çdo pushtetar miku thot Jezusi tek Luka. Amen. Të është deleguar kjo fuqi, delegati i Perëndisë këtu në tokë, e dini apo jo? Unë delegat. Po unë jam njeri që kam borxhe, kam malle,
Unë jam njeri shëmtuar, unë jam njeri që jam në një dhomë, unë jam njeri që kam shumë strese, shumë probleme. Edhe kjo është ajo që djalli do, që t'ju mbaj juve në kutizën tuaj, ta shikoni vetën tuaj, në pasqyre të mendoni, po unë ky jam, jo. Ti je ambasadori Krishtit, amen? Ndrysho pasqyrën, e ja shikoni në këtë pasqyre cila është fjala dhe kupto kush jeni. Ju jeni përfaqësues Perëndis. Ju jeni delegat Zotit, amen? Ju është deleguar, ju është dhanë fuqi nga kush? Nga fryma e shenjtë. Amen? Bibla thotë se ju të merrni fuqi kur fryma e shenjtë të vijë mbi ju. A besoni ju që fryma e shenjtë ka erdhur mbi ju? A besoni që fryma e shenjtë ka erdhur mbi ty? Është brenda teje? Dhe ecën me ty 24 orë. A e dini këtë gjë apo jo? Se nuk keni bornjak, nuk keni jetim, por keni frymën e shenjtë 24 orë me vete, ngushëlluesin, avokatin, dhe ju keni marrë fuqinë përmjet tij, amen? Ju është deleguar, ju të merrni, fjala ameni thotë, të delegohet, të jepet fuqi nga Perëndia. Haleluja. Ti je delegat i Zotit këtu në tokë. Wow. Çfarë mesazh ky sot, amen? Ti je delegat i Perëndis, je përfaqësues, ke të drejtë ta përdorësh emrin e Jezusit kundër djallit. Ti je lajmëtar, duhet të për të ndarë ungjillin e mbretërisë, pendoni. Amen? Ti je i dërguar për të kryer shërbesën e pajtimit, për të pajtuar tumburit me Zotin. Ti je ministër, amen? Je ministër i Zotit. Përfaqëson gjithë qiellin këtu në tokë. Haleluja. Satani uren delegatët e Zotit, amen? Ata që e kanë kuptuar fuqinë dhe autoritetin e Perëndis. Sa nga ju po e toleroni smundjen në trupin tuaj, nëse do që ta kesh shërimin e Zotit të mundur, atëherë përdor autoritetin në jetën tënde. Disa njerëz për mungesë besimi, Zoti duhet të përdorë ilaçet për t'i mbajtur ata gjallë. E disa njerëz për shkak se kanë besimin, nuk kanë nevojë për mjekime, ata e marrin shërimin në çast. Disa njerëz për mungesë besimit kurojnë dhe vazhdojnë me ilaçe gjithë jetën me ilaçe, është për mungesë besimi. Amen. Kisha e Zotit mos tolero smundjen, smundja është vepër e djallit. Mos tolero varfërinë, mos tolero mendime se unë nuk baj, unë nuk mund t'ja dal, unë nuk jam i bukur, Zoti s'mund të më përdorë dot mua. Unë nuk e kam njohurinë e dur, unë nuk e kam shkollimin e dur. Mos lejoni mendime të tilla t'ju pengojnë juve e t'ju mbajnë larg gjallave që Zoti ka për ju. Mos e toleroni, si delegat të Zotit ju është deleguar, ju është dhënë fuqi nga Perëndia, është koha t'i nxirrni jashtë të gjitha gjërat që djalli ka vendosur në mendjen tuaj, të gjitha mendimet e gabuara, është koha t'i rrezoni ato mure, t'i rrezoni ato fortesa në emrin e Jezusit. E të shikoni vetën e këtë pasqyrë cila është Krishti, thoni, unë jam ambasadori i Krishtit dhe ambasadore e Jezusit. A e dini që djalli ka frikë nga ju? Djalli ka frikë nga mua? Ti se ke idenë sa frikë ka mua nga djalli, pastor? Po ke frikë për shkak se nuk e di autoritetin që të është deleguar. Se nëse do ta di edhe do kuptoje që jam ambasador, Satani do jam mbathë vrapet përpara te. E Bibla thotë se kur isha si fëmijë mendonja si fëmijë, po kur u rita dhe u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Kur ti piqesh në Zotin, dhe bëhesh burr i Perëndis dhe kupton autoritetin që ke në Zotin, nuk ke më frikë nga djalli, nuk ke frikë nga demonat, nuk ke frikë nga vdekja, nuk ke frikë nga fatkeqësitë, nuk ke frikë nga pandemia. Kur njerëzit rreth teje do të jenë të mpakur nga frika, në shpinën do të jetë siguria e Perëndis. Kur njerëzit në shpinën e tyre s'do kenë për të ngrënë, në tryezën tënde do të jetë bollaku i Zotit. Kur njerëzit do të jenë të pasigurt për të nesërmen, ti do flesh në paqe sepse e di që nesërmen do kujdeset vetë për veten e saj. Njerëzit që i besojnë në Zotin, Bibla thotë, janë të siguruar. Janë të siguruar njerëzit që i besojnë Zotit. Amen. Kisha e Zotit, ju jeni delegat më. Ju jeni delegat të Zotit këtu në tokë. Amen. Ju është dhënë fuqi për ta mposhtur djallin. A di çfarë tha Jezusi? Unë e mposhta djallin aty në tokë.
Amen. Unë mundua të më vriste, por nuk më vravi dot. Edhe në shkretëtir dhe më të ndovi e më posha të ndimin. Edhe në kopshin e Gjestemanis nuk ja doli dot. Unë vdiqa dhe u ringjalla. Amen. Haleluja. Dhe unë e kam poshtur djallin. Tani është radha juaj ta mposhni. Po ja u delegoj, po ja gjithë pushtetin tim, gjithë fuqin time, gjithë autoritetin tim. Dhe sa besimtar, po, që më gjeti mua, po, si do ja baj unë? Si do ja baj? Kjo fjalë nuk do të ekzistojë fare në gojën tënde, si do ja baj për shkak se ti ke fuqinë për të triumfuar dhe për t'ia dalë. Çfarë duke thënë? A e kuptoni ndonjëherë që ju lidheni me fjalët e gojës tuaj? Amen. Fjalët që ne shpallim nuk janë biblike, nuk janë të perëndishme, nuk janë gjua e një delegati dhe ambasadori po si do ja bëhet ç'më gjeti mua, po tani ç'do bëhet me mua. Besimtar shprehin frikë pa siguri, sepse çfarë nuk din se çfarë ju është dhënë dhe çfarë është deleguar nga Zoti. Ty të është dhënë fuqi për ta mposhtur djallin. Ty të është dhënë fuqi për t'i kapërcyer të gjitha pengesat. Ty të është dhënë fuqi për ta nxjerrë jashtë ligun nga vetja. Ty të është dhënë fuqi për të qenë i pasur, i suksesshëm, i bekuar këtu në tokë. Amen. Ty të është dhënë dituri dhe zgjuarsi nga Perëndia për ta jetuar jetën në mënyrë të mrekullueshme e në mënyrë të plotë dhe të bekuar. Amen. Ju jeni delegatët e Zotit Jezus këtu në tokë. Djallët dhe demonët, biseda që ata bëjnë çdo ditë e cila është, mundoni që besimtarët të mos kuptojnë identitetin e tyre se kush janë në Krishtin, ndryshe nëse do kuptojnë se kush janë në Krishtin, ne do të mposhtemi dhe të marrim disfat. Kjo është këshilla e djallit për demonët. Mundoni t'i verboni besimtarët e t'i mbani ata në frikra, në merake, edhe në brenga, që të mos kuptojnë se kush janë në Krishtin. Besimtarët që nuk e din se kush janë në Krishtin të shikosh gjithmonë janë të vrarë, janë të lodhur, janë të dërmuar në frymën e tyre. Ndjen pa shpresë ti mund t'i afrosh dhe ti mund ta shikosh atë që është shumë i lodhur nga rrethanat e jetës. Ai nuk e di kush është në Krishtin. E ka dëgjuar, po se ka kuptuar sepse çfarë? Gjërat e kësaj bote janë mbytin fjalën që të mos rritet në zemrën e tij. Një ambasador është një lajmëtar, një përfaqësues i autorizuar. A besoni juve që jeni të autorizuar? Tani, ju keni vajtur tek noterja, nëse s'kan, nuk janë të autorizuar, nuk e kanë lejen e shtetit, s'mundet dot të vendosin në veprim aktivitetin e tyre. Amen. Për shkak sepse janë kundër ligjit. A besoni ju që ju jeni të autorizuar e keni lejen e Perëndis për të bërë gjëra të mëdha për Zotin këtu në tokë? A mendoni se keni lejen e Zotit? A mendoni se keni lejen për ta buar djallin? A mendoni se keni lejen për të vendosur duar mbi smurët të shërohen? A besoni se keni lejen e Perëndis për të hyrë në bekimet e tij? A besoni se jeni të autorizuar me fuqinë e Perëndisjes të tuaja? Amen. Bibla thot tek Efesianët, ata që dëgjuan ungjillin e shpëtimit u vullosën me frymën e shenjtë. Amen. Ju jeni të vullosur, ju jeni të autorizuar. Ju e keni vullën dhe lejen e shtetit dhe qeverisë tuaj, qeveria juaj e vërtet është mbretëria e qiellit. Kjo qeveria nga vjen ti. Amen. Ti je shtetas i qiellit. E dini këtë gjë apo jo? Përpara se ta shikoj vetën shtetas shqiptar, në fillim e shikoj shtetas të qiellit, pastaj e shikoj veten shqiptar. Zoti më ka folur dhe më ka thënë, ti je shtetas i mbretërisë time, unë do kujdesem për ty. Në rast se ti, si shërbëtori im, më shërben dhe misionin që të kanë ngarkuar i pajton njerëzit me mua, qielli do të paguaj aty dhe qielli do të mbuloj të gjitha shpenzimet që të tuaj këtu. Kur ti je ambasador, Perëndia do siguroj për çdo nevojë që ti ke këtu në tokë. Ke parë një ambasador ty në punë? Çfarë bën më? Po kam hyrë në punë. Po tani mos e di përfaqëson gjithë atë shteti po të paguan aty, po çfarë po punon ti? Amen. Një ambasador kisha Jezusit nuk ka pse të lodhet. Një ambasador nuk ka pse të rend mbas bekimeve, nuk ka pse ta sforcoj veten. Ai thjesht beson dhe Perëndia
Siguron për ta. Kisha e Jezusit. Unë nuk po them që ju të hiqni dorë nga punët kur jeni të lini punët tuaja. Mos më keq kuptoni. Punët që Zoti ju ka dhënë janë shumë bekim për ju. Amen. Janë kanal bekime që Zoti ju ka dhënë juve. Unë po flas për njerëzit që sforcohen dhe merr akosën kur nuk kanë, si ambasador ti thjesht beso dhe Perëndia qelli kujdeset për ty. Këtë jam duke thënë. Amen. Jam i autorizuar dhe kam vullën e Krishtit në jetën time. E kam vullën e Krishtit, frymën e shenjtë në jetën time, sa nga ju besoni që jeni të vullosur. Amen. Ai dini që ti mund të zhvillosh një aktivitet, po nëse policia vjen për kontroll dhe ti nuk e ke vullën, thotë po si e zhvillon këtë aktiviteti? Ti mund të jesh shumë njeri i mirë, por nëse se ke vullën, je kundër ligjit. Dhe çfarë? Do të gjobitesh ose do të hysh në burg. Sepse po vepron në kundërshtim me ligjin e shtetit. A ju kujtohet në veprat e apostujve kur disa panë që Pali vendosi duar mbi njerëzit që ishin demonizuar, ata çfarë çliroheshin pse Pali e kishte vullën, e kishte fuqinë e frymës së shenjtë. Po dalin më thanë disa njerëz, ta provojmë një neve tha. Po ata se kishin vullën, ata nuk ishin të autorizuar. Amen. Ata nuk kishin përfaqësues Krishtit. Vajtën dhe i thanë një personi që kishte probleme me frymrat, të themin në emër të Jezusit që predikon Pali, dil jashtë. U ngrit ai njeriu që kishte demonët brenda. Bibla nuk thotë që kishte legjion, por që kishte shumë, e tha, shiko, Zotin e Palit e njoh, ambasadorin e qellit, Krishtin. Amen. Dhe Palin e njoh shumë mirë, po ju kush jeni tha. Dhe çfarë? I zuri, i rau dhe i zhveshi dhe ja mbathën vrapit ata njerëz. Pse? Nuk je autorizuar Allah. Nuk e ke fuqinë dhe të Perëndis për të vepruar në atë shërbes. Halleluja Jezus. Shpesh kur lutesha për njerëz që kishin probleme me frymra në shërbesën time, tendenca e frymrave është të mburen thotë po ti kush je? Gjë e parë ata duan të dinë a e di ti identitetin apo jo. Më dëgjoni me kujdes. Gjë e parë që demonët pyesin është kush je ti? Dhe unë bosisht e thoja, a e di kush jam? Unë jam i vajosur i Perëndis. Po ku e di ti që je i vajosur? Sepse Bibla thotë ju keni vajosin nga i shenjti. Jam i vullosur, i autorizuar me fuqi për të nxjerrë ty jashtë tani në emrin e Jezusit. Jam përfaqësues i Perëndis. Është një lloj si kur ta thesh te Jezusi dil jashtë, po ta them unë, jam përfaqësues i ti. Binte, po është dhe theshte, po unë do të dal dhe largohesha. Prandaj Bibla thot, mbushuni me frymën e shenjtë. Ai është duke thënë mbushuni me fuqi. Një ambasador që s'ka fuqi, nuk i dëgjohet fjala. Prandaj Perëndia do që ju të mbusheni çdo ditë me fuqinë e tij. Të mbusheni me frymën e shenjtë. Ju mbusheni me fuqi. Unë kam vullën e shtetit. Qeverisë të qeve. Amen. Unë jam vullosur me frymën e shenjtë premtimit bashkë me ty. Dhe unë mund të udhëtoj, mund të jetoj këtu në tokë. Amen. Sa nga ju do shkoni ta prekin një ambasadore dhe theshni po çfarë do më bëj ai më? Ai njeri është. Po këtë të bësh me gjithë shtetin e tij që është mbrapa atij pastaj. Me gjithë ushtrinë e tij, policinë e tij, ministrin e tij, kryeministrin, të gjithë njerëzit do të ngrihen për atë ambasador. E di këtë gjë apo jo? Halleluja. Po si mundet një besimtar të ketë frikë nga djalli kur e di shumë mirë se cili shteti dhe mbretëria i përket? Amen. Si mundet Satani të prek një ambasador kur e di shumë mirë se kush do të hidhet pastaj kundër për të sulmuar? Unë nuk kam frikë, sepse e di cili shteti dhe qeveria i përkas. Mbretërisë të qeve. Unë gjithmonë e them në lutjen time, nuk ka demon, nuk ka njeri, nuk ka mbret, nuk ka princ, nuk ka avokat, nuk ka ministër, nuk ka deputet, që mund të luftoj kundër fëmijëve të Zotit dhe të fitoj. Nuk mundet dot. Nuk mundet dot në besoni, për shkak sepse ti je ambasadori i Perëndis. Nëse të ka prekur ty, kam prekur shtetin dhe qeverinë e Zotit. Amen. Motra dhe vlezër, kur djalli sulmon, do i tregoni atij se kush jeni. Amen. Do i tregoni se kush jeni. Halleluja Jezus. Misioni juaj është, cili është misioni juaj si ambasador këtu në tokë? Të vim në kish, pastor, jo nuk është kë.
Cili është misioni yt këtu në tokë? Të pajtoni njerëzit me Zotin. Zoti vendosin ju shërbesën e pajtimit. Lajmi që të ndani është, mbretëria e qeve është afër, pendoni. Amen? Ti, si ambasador, je dërguar këtu në tokë. Nuk e lindur rastësisht, por Zoti dërgovi përmes barkut të nënës tënde që të përmbushësh misionin e Zotit. A e dini ju që ju jeni diplomat, jeni njerëz të zgjuar, unë diplomat, po unë me të klasë jam o pastor. Nuk po flas për diturinë njerëzore, po flas për diturinë hyjnore. Dhe Bibla thosë se çfarë? Dituria njerëzore s'e kalon dot diturisë hyjnore. Nuk e kalon dot. Amen, dituria e pushtetarëve, thot apostulli Paul te Korintasit, amen, nuk mund të arrijë dot diturinë që zbret nga lart, se arrin dot, amen, se kupton dot. Amen, sepse ato gjëra gjykojnë frymërisht, do të jesh në frymë që ti kuptosh. Si kuptojnë ata? Amen, ato gjëra. Kisha e Zotit, ju jeni njerëz diplomat, mo njerëz të zgjuar. Unë njeri zgjuar, unë një budalla, jam një njeri pa mend jam. Sa nga ju keni thënë vetë shpesh budalla, njeri pa mend, e shikoni vetën shumë të ulët. Ju jeni njerëz të rangut shumë të lartë. Jeni ambasador të Jezusit. Amen. Amen. Halleluja, jam ambasador i Jezusit. Ambasador i Jezusit. Amen. Po më vjen turp të shoqëroj me pastor, sa ata janë të ngritur. Kush tha mo? Që ti je ulët? Me ti ambasadorje, po më vjen turp të shoqëroj me biznesmena, po s'ka asgjë më shumë se ne ata. Amen. Mund t'i vlerësoj shoqëria njerëzore si rangu të lartë për shkak të paras, famës, pozitës dhe gjërave që zotrojnë, por nëse do t'i vendosje në krahasim përpara syve të Perëndis, a di çfarë janë ata? Janë sklever të mëkatit. Ata miliardera që shikon ti pa Krishtin. E ti je i lirë dhe je pjesë e rangut të lartë. Je ullur me Krishtin, mo ka rang më të lartë se sa të ulesh me Jezusin. Halleluja, Jezus. Je ullur me Krishtin në të djathën e qelë, atit. Sa nga në shikoni vetën shumë të lartë. Jo krenara, jo, do të kesh kujdes se flet me mua. Nuk po flas për krenari, po flas që ti ke vlerësim të madh për veten, sepse shikon veten ambasador të Jezusit. Nuk ecën me kokën poshtë, si mjeran, si ndacak, si varfër, si allergji, po ti ecën me kokën lartë për shkak se je ambasador. Je ambasador, amen? Po ti jeton në shtëpi me qira, mo ambasadorët, si jeton në shtëpi me qira. Jam i pasur në Krishtin. Jam i pasur në Jezusin. Amen? O kisha Jesit, ju mos e vlerësoni vetën tuaj nga veshjen, nga paraja, nga gjëra që zot materiale. Amen? Në frymën tuaj, ju jeni të ngritur dhe jeni shumë lartë me Zotin. Dhe për shkak të besimit që keni në frymën tuaj, do të shikoni gjëra të jashtme në jetën tuaj, gjëra të mëdha. Gjithçka fillon këtu brenda. Në rast se ti ke një vetë vlerësim të ulët për veten, Perëndia nuk mund të përdorë dot, nuk mund të lëvizë, nuk mund të bekojë dot. Kisha Jezusit. Ju jeni shtresë e shoqërisë më të lartë. Unë për shoqërisë më të lartë. Po, sepse ti je ullur me një mik të çmuar me Krishtin. A ka gjë më të madhe sa të ke shoqëri me Jezusin? Amen? A ka gjë më të shtrenjtë, më të çmuar të ulesh me Jezusin, ti je shtresë e shoqërisë të lartë, amen? Ti përfaqëson qellin këtu në tokë. E di këta apo jo? Ti nuk i takon kësaj bote. Ti ke ardhur për një farkojë do ikësh se si nga kjo botë. Dëgjoj besimtar, po kur të vdes ose do bëj fëmijë, mi si do bëj burri, s'ke nevojë të shqetësohesh, ti je ambasador, amen. Ti ke ardhur për një kohë këtu, haleluja. Sa nga ju keni frikë nga vdekja? Sa nga ju keni frikë nga vdekja? E keni frikë nga vdekja apo jo? Bibla thotë që ai e shkatrovi pushtetin e vdekjes, na çlironte ne nga robëria e vdekjes që ishin mështruar për të jetën. Bota jashtë ka frikë nga vdekja, po një krishterës duhet këtë frikë nga vdekja.
Sepse je ambasador, je për një farkojnë në këtë shtetë do ikësh, në shtetin tjetër. Amen? Vdekja është mundur. Nëse një besimtar ka frikë nga vdekja, kjo tregon se ai nuk e njeh shumë mirë fuqinë e mbretërisë së qiejve. Amen? Ti përfaqëson shtetin tënd këtu në tokë. Jezusin, fjalën e tij. A e dini që një shtetas shqiptar ka pasaport shqiptare, kartë identiteti, lek, e cila është moneda e shtetit tonë, amen, dhe gjua. Janë 4 gjëra që identifikojnë ata që është shqiptar. Pasaporta, identiteti, paraja dhe gjua. Amen. Edhe kultura gjithashtu po, 5. Edhe kultura. Paraja e mbretërisë së qiejve të cilën është besimi. Përmes besimit i bekohesh. Amen. Pasaporta jote është shpëtimi. Amen. Gjua jote është gjua e re, gjua e qellit. Amen. Gjua e frymës shenjtë. Ligji yt është fjala e Zotit e asaj mbretërie e atij shteti. Amen. Dhe kultura është dashuria. E identiteti është ambasadori i Krishtit. Nëse nuk e njeh në shtetësinë tënde, atëherë po jeton i humbur këtu në tokë. Më vjen keq për gjithkohon që të kanë humbur. Po jeton si i humbur enda cakt. Ti një se kujt shteti i përket. Amen. Unë përfaqësoj dhe ti qeverinë e Perëndis. Çfarë thot fjala qeveri? Dikur që qeveris, dikur që vendos rregull. Ti dhe unë përfaqësojmë një qeveri të madhe, kush ka të drejtë të vendos? Satani apo Perëndia në jetën tënde? Si të bëhet, pastor? Po çfarë duke thënë mos si të bëhet? Po ti takon një qeverie që nuk vendos ti, apo koha vendos Perëndia për ty. Zoti i qeverisë. Amen? Nuk vendos o djalli për mua se çfarë do ndodh me jetën time, vendos qielli për mua. Unë do kem një jetë bekuar këtu në tokë. Një jetë të pasur, të suksesshme, Perëndia do më përdor për qindra e mira njerëz, do udhëtoj nëpër botë, nëse për seminare, stadiume, kisha, në sheshet e rrugëve, do shikoj njerëz të çlirohen, të shërohen, do kem të gjitha nevojat bazë që më duhen, sepse qeveria të cilës unë i shërbej vendos për mua. Jo pandemia, jo qeveria, jo njerëzit që janë në pushtet, për mua vendos shteti i mbretëria e qellit. Këtu në Shqipëri nuk ka të ardhme këtu s'ke çfarë bën. Qeveria kështu, pushteti kështu, kryeministri kështu. O kisha e Zoti, nuk keni thirrur ju të akuzoni të shani qeveritar. Ata mund të jenë si të duan, sepse ata nuk i përkasin mbretërisë së Zotit. Lutemi për ta që zemrat e tyre të shpëtohen, që ne mund të shikojmë jetë të qetë e të begat këtu në tokë, thot Bibla. Amen. Por unë nuk varem te ekonomia e këtij vendi. Unë varem te ekonomia e qellit, dhe mbretëria e qellit ku nuk shteron. Mbretëria e qellit ku nuk ka në krizë. Do të nuk thot kur na mbaruan financat, të mbështetin dot, nuk të bekojmë dot. Mbretëria e Perëndisë është e pasur. Dhe ajo mbretëri cilës unë i shërbej, do më bekoj, do më mbështes gjithmonë. Haleluja, Zoti është i mirë, fjala e tij është e mirë. Unë i përkas qeverisë të mbretërisë së qiejve. Nuk vendos o djalli për mua, njerëzit për mua, rrethana, situatat. Jo, Perëndia vendos për ty. Lejoje Zotin të vendos për ty. Ti je i emëruar, je i certifikuar për një detyrë dhe mision të veçantë, pajtosh njerëzit me Zotin. Kjo është diploma dhe certifikata e të krishterit, të pajtoj njerëzit me Zotin. Unë jam i certifikuar, shikoj diplomën. Kam mbaruar shkollën për këtë zanat, për këtë punë. Dhe qelli ty të ka certifikuar me një diplomë, të pajtosh njerëzit me Zotin. Sa nga ju, po e përmbushin misionin dhe detyrën e tyre këtu në tokë. Çfarë je duke bërë?
Ndoshta se di një fare që ky është misioni yt këtu në tokë. Disa nga ju po merreni me mishin. Disa nga ju po merreni me problemet. Disa nga ju po merreni me veten. O kisha e Zotit është, disa nga ju po merreni me të tjerët duke folur keq për ta. Është koha që ju ta përfshini veten në misionin e Zotit dhe misioni i Perëndisë është të pajtoni njerëzit me Zotin. Ashtu siç Krishti na pajtovi ne me Perëndin. A e di ti se Perëndia bekon njerëzit që janë në mision. Kjo është zemra e Zotit. Zemra e Zotit është zemër misioni. Krishti je me një mision, të gjejtë, të humburit, dhe kur ti fut veten tënde në këtë mision, do t'i kesh nevoja të plotësuara nga Zoti. O besoni, nëse ju do ta përfshini veten në misionin e Zotit, o të shikoni bollekun e Perëndisë jetës tuaja. Zemra e Atit rre vetëm për të humburit dhe këta ambasadorët duhen ta dinë. Rre vetëm për të humburit. A keni njerëz të humbur në familje? Mund të jetë burri juaj, fëmijët tuaj, babai, nana juaj, komshin tuaj, njerëzit në lagje, çfarë bani ju? Po unë si ambasador s'di të flas, atëherë mësoj ligjin e shtetit që të dish të flasësh e të dish ta përfaqësosh Perëndin siç duhet. Amen. Kisha e Zotit, ju përfaqësoni Krishtin këtu në tokë. Dhe zyra që të ka dërguar ty, cila është? Mbretëria e qellit. Ti je zyrtar i rëndësishëm, je delegat. Ta është dënë fuqi, autoritet. Amen? Ti jetonsh këtu në vend. Nuk dua të jetoj, dua të vdes, më shmërzitur jeta. O çfarë thua, më je ambasador i Krishtit. Sa nga ju keni menduar, të mos kisha lindur kur? O, sa e mërzitur jam me jetën, vetëm dështime, probleme, unë dava nga buri, vajza ime përjetove këtë situatë, përjetova këtë gjë, s'dua të jetoj më këtu në tokë, jam mërzitur. Një ambasador nuk thot kështu. Amen? Një ambasador është shumë i lumtur që përfaqëson Zotin këtu në tokë. Djallët do përpiqen që t'ja u vjet dëshirën juve që të largoheni dhe të mos shërbeni, të ikni nga misioni juaj. Tani një ambasador përballet edhe me tallje, fyerje, akuza të rënda. Në botë do të keni mundime, po merrni zemër, unë munda botën. Unë nuk e çdoj nga misioni i Zotit këtu, derisa të jem këtu gjallë. Amen. Çfarëdo gjë që të flas bota për mua, çfarëdo gjë që të flas edhe kisha për mua, çfarëdo gjë që të shpikin dhe ata, cilët kanë qenë miq të ngushtë dhe nuk janë më sot, nuk më intereson fare. Jam ambasadori i Jezusit, dhe unë do ta përfaqësoj Krishtin me sjelljen dhe jetën time. Njerëzit do shpikin, njerëzit do t'i fryjnë gjërat, njerëzit do mundojnë të njollosin, njerëzit do mundojnë të hedhin bart, njerëzit do më thonë që ai është gënjeshtar, është i rem, ai është për xhepin e tij, do thënë lloj gjërash. Po unë di vetëm një gjë, që i bëj gjëra të mirë dhe i bëj për Perëndinë e gjallë. Dhe nuk t'jap llogari njerëzve, po t'jap llogari shtetit dhe mbretërisë nga e cilës unë vi. Si ambasador mund të bësh dhe gabime, po ç'rëndësi ka? Amen. Por derisa të ka vendosur Zoti, Perëndia është i kënaqur me ty. Zoti nuk të zgjodhi sepse ishe i mirë, por Zoti të zgjodhi sepse ti doje ti mësoj njerëzve rrugën e tij. Kur e kam lexuar atë libër, amen, unë dinja që Zoti ka zgjedhur Abrahamin sepse i besoi Zotit, dhe kjo është përgjigjja që ju ne mund të marrim apo jo. Nëse unë do i pyesja ju dhe thoya, "Po çfarë Zoti Abrahamit ishte babai i besimit?" Ju do të theshit, "Sepse i besoi Zotit." Jo. Ai thashë për shkak sepse ai Zoti zgjodhi atë për shkak sepse ai kishte dëshirë të tregonte njerëzve për rrugën e Perëndisë. Amen. Pavarësisht gabimeve, kur ti ke në zemër të tregosh njerëzve për Krishtin, Perëndia është më të mbështes ty. Sara dhe Abrahami ishin njerëz me gabime, ju e dini shumë mirë sa gabime bën ata. Po hoqë dorë Zoti nga ata jo. Amen. Kisha e Zotit, një ambasador do që t'ju mësoj të tjerëve për shtetin e tij. Ai mbron interesat e vendit të tij në një shtet tuaj. Amen. Dhe kjo është detyra juaj këtu në tokë. Dy Korintasve 5:20, ne pra jemi ambasador të Krishtit. Perëndia e bekoftë.